Festa e birrës në Korçë nuk ka të ndalur edhe në natën e 4 të saj. Më festive dhe me më shumë pjesëmarrës, festa pranë stadiumit të Skënderbeut gëlon nga grupet e qytetarëve që shijojnë birrën e parë shqiptare. Drejtori i shitjeve të birrës Korça thekson rritjen e preferencës për të dyja llojet e birrës, atë bjonde dhe të zezë, ndërsa grupe të shumta kanë vizituar edhe fabrikën ku prodhohet. Duke krahasuar me vitet e tjera, jemi akoma me pjesëmarrje më të lartë, me shitje më të larta, por ajo që është e rëndësishme dhe atmosfera është akoma më e mirë. Kush ka qenë bira më e preferuar për publikun? Bira Korça me dyja formate, absolutisht. Për prodhimin është që ne gjatë kësaj jave kemi hapur dyert për t'i treguar dhe konsumatorit mënyrën e prodhimit të birrës. Kemi bërë disa paketa që gjatë gjithë javës grupe të shumta kanë pasur mundësinë të vizitojnë ambientet e fabrikës, por edhe gjithësisht të provojnë birrën crudo, birrën e prodhuar, birrën e freskët të fabrikës dhe të shijojnë ushqimin e lokalit fabrikës. Në këtë festë mbarkombëtare ka nga të gjitha kombësit, ku më së shumti spikasin emigrantët shqiptar që nuk mund ta anashkalonin këtë festë unike. Shumë bukur. Kemi kohë pa festar kështu. Është nata e parë që vjen apo ka ardhur me vit? Jo, çdo vit vi. Po puna është që tani jemi mbledhur edhe shokët këteja, edhe shokët që andeja kanë ardhur shumë veta, edhe kalojmë akoma më bukur. Ke qenë vitet e kaluara apo? Po, çdo vit. Sot është do jetë dita më e mirë. Si duket bira? Bira Korça, normale do jetë më e mira. Mirë, s'kam provuar edhe birat e tjera, po sa herë pi birën e vendit tim. Preferon më tepër bjonden apo të zezën? Bjonden. Jemi se mund ta përballoj akoma më shumë. Më duket atmosfera shumë e bukur, fantastike. Më pëlqen vit për vit, vi nga Amerika dhe më pëlqen shumë bira Korça, është nga birat më të mira. Kjo festë bën Korçën vendin më të përshtatshëm edhe shumë turistë e pëlqejnë këtu. I've chosen the Korça beer. Why? Because I wanted to try the specific beer of the city. Shoqëri e mirë, atmosferë e bukur, serenata pafund, ushqim tradicional dhe sigurisht bira Korça ju mirëpret edhe të dielën, e cila shënon edhe natën finale.